Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqiptarët përbën shumicën në 21.2% komunave në Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave zyrtare të regjistrimit të popullsisë të vitit 2021. Nga 80 komuna shqiptarët janë një grup etnik, shumicë thuajse në 17 prej tyre të vendosura kryesisht në pjesën perëndimore dhe verilindore të vendit. Sipas të regjistrimit të popullsisë të vitit 2021, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut numërojnë gjithsej 619.187 shtetas ose rreth 29.52% e popullsisë përgjithshme të regjistruar si rezident dhe jo rezident. Komuna me shumicë shqiptare listohen Zhelina, Likova, Bogovina, Haracina, Saraj, Tearca, Brapçishti, Tetova, Studeniçani, Gostivari, Bërvenica, Dibra, Çajeri, Struga, Kërçova, Çashka dhe Dollneni. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkimi Evropian liron mjetet financiare për 4 projekte destinuara për Kosovën. Zëvendës kryeministri i parë në qeverinë e Kosovës në detyrë Besnik Beslimi njoftoi vendimin e Komisionit Evropian në kuadër të heqjes së pjesshme të masave ndëshkuese. Pas konfirmimit të vendimarrjes përmes një letre nga drejtori i përgjithshëm për zgjerimi i Bashkimit Evropian, Gerd-Jan Kopman, numri 2 i qeverisë në Kosovë informoi se bëhet fjalë për projekte lidhur me programet IPA në vlerë prej 34.6 milionë euro. Presidenti Vjosa Osmani në intervistë dhënë për Euronews në Bruksel deklaroi se rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian po e përkeqësojnë komplikimet politike. Kreu i shtetit deklaroi se nëse do të zbatojë kriteri bazuar në merit, Kosova realisht do të kishte qenë një nga vendet kryesuese deri tani në procesin e anëtarësimit. We strongly believe that while it's a very complex process, if the merit-based criteria is used, Kosovo actually would have been a front-runner by now. But it's complex in our case additionally because of the 5 non-recognizers, who we truly do hope will understand that having Kosovo as a member of the Union, it's not just at the benefit of the people of Kosovo, but it's a strategic imperative, it's a security imperative for the entire continent. Ne besojmë fuqishëm se ndonse është një proces shumë kompleks. Nëse do të zbatoj kriteri bazuar në merit, Kosova realisht do të kishte qenë një ndër vendet kryesuese deri më tani. Por rasti ynë është më kompleks dhe për shkak të 5 vendeve mosnjose, për të cilat ne shpresojmë sinqerisht se do ta kuptojnë se ta kenë Kosovën si anëtare të Unionit nuk është vetëm në dobi të qytetarëve të Kosovës, por është një imperativ strategjik, një imperativ sigurie për të gjithë kontinentin, deklaroi Vjosa Osmani. Kosova nënshkruan marrëveshje me prodhuesin amerikan të industrisë ushtarake AM General për blerjen e sistemeve moderne të artillerisë lëvizshme, humbi Hawkey 105 mm. Ministri i Mbrojtjes Eyub Maqedonsi njoftoi të mërkurën se me këtë blerje ushtria është në një fazë tjetër zhvillimi, atë të rritjes së fuqisë së zjarrit direkt për goditje në distanca të larta. Ai e vlerësoi marrëveshjen si hap të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës dhe për ndërtimin e një ushtrie moderne të aftë, të gatshme dhe ndërvepruese me aleatë strategjik të vendit. Prodhuesi amerikan tani një njoftim në websajtin e vet se Kosova pritet të pranojë sistemet e para brenda 2 viteve të ardhshme. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Bashku me aleatët e tyre ka zhvilluar një plan garancie sigurie për Ukrainën që kërkon një forcim të konsiderueshëm të forcave të armatosura, vendosjen e trupave europiane në vend dhe përdorimin e rritjes të inteligjencës amerikane. Lajmi u bë ditur nga gazeta New York Times, e cila raporton zyrtar të njohur me dokumentet e draftit. Sipas raportit, diplomatët amerikanë dhe europianë që u takuan modhesit Ukrainas gjatë 2 ditëve të fundit në Berlin, në thelb ranë dakord për 2 dokumente që përshkruajnë garancitë e ardhshme të sigurisë. Ato janë hartuar për të shërbyer si gur themeli një marrëveshje më të gjerë që synon arritjen e një armpushimi dhe përfundimin e luftës. Dokumentet synojnë gjithashtu të bindin Ukrainën të lëshojë territore të caktuara si pjesë e një marrëveshje paqe dhe të hiqë dorë nga anëtarësimi formal në NATO. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.